Unë me turizëm kom fillu faktikisht 91-ën, kom absolvu në fakultet, jam inxhinieri diplomum i energjetikës, po atëherë i patën qitë pe punë prind krejt, kena me të pa punë, qa me qenë diçka një shërbime. S'ka qenë fibulla, ka qenë një film tjetër, edhe aty kom fillu dhe me kapat e parë turizmit. Kemi shit bileta atëherë, se s'ka pas paket aranjmane, s'ka pas kërgjë biletat autobusit, biletat aeroplanit, deri 99-ën, pastaj 99-ën, 2000 fillova me e hapa agjencionin e parë ka qenë Kosovë, që ka punu me aranjmane turistike. Se në aranjman turistik në kuptohet, pra paketa e aranjmanit është bileta aeroplanit, transferi dhe hoteli, pra 3 produkte bëhen një dhe bëhet paketa. Kemi fillu vitin 2000 kemi pas fluturime prej Shkupit, pra si vjet 2026 është sezona e 27 si vjet që operojme. Pra kom gjenerata që kanë shku familje me fëmi, tash ata fëmijë në rrit, shkojnë me fëmijët e vet, pra 3 gjenerata. Edhe muj me thonë që qatë kohë heqish një 70-80% kosovarëve kanë hypë në aeroplan, herën e parë me mu. Dhe kemi pas aranjmanët e para për Turqi, pra në Antalya. Atëherë kemi pas njerë fluturim një javë. Pra këtë sezonës kemi pas 15, maksimum 15 fluturime. Vit pas viti jemi rrit, pra 2 herë një javë, 3 herë një javë, 7 herë një javë, tash kemi deri në 12 herë një javë fluturime.